Nuk ka ndryshuar shumë, për arsye se policia ka ligjin e bazë të cilës punon, ligjin për policinë, ligjin kodin penal, kodin procedurës penale, vazhdojmë me punën tonë që na kemi. Kemi pas disa gjëra interesante që nxjerrët një vendim në kundërshtim me vendimin që ka qenë më herët, po ato i vendos gjykata dhe nuk mund ndalohen për shkak punimet të cilat janë duke u zhvilluar në këtë vend dhe që janë autorizuar apo kanë marrë pëlqimin nga komunat më herët, nga udhëheqësit komunal që kanë qenë më herët, ato mund mu apelu veç në gjykatë, jo diku tjetër. Mirë po në parim çdo gjë është e njëjtë. Na jemi këtu për me respektu ligjin e Republikës Kosovës. Është një bashkëpunim i mirë, komandantët e stacionit takohen bazë të rregullta me kryetarët e komunave, me zyrtarët e tyre komunal aty që janë. Unë jam takuar me 2 kryetarët të komunave deri tani, Mitrovisin e Veriut edhe Leposaviqin, një komunikim shumë i mirë. Çdo herë kur kërkohet nga ona jonë me raportu, na raportojmë, çdo informacion që ndajmë me dikon tjetër, ndajmë edhe me kryetarin e komunës, për shembull çështja sigurisë, po flasim për çështjen e sigurisë, aksidente në komunikacion, rregullat e komunikacionit, shenjat vertikale, horizontale, rrugët të cilat nuk janë të mira. Të gjitha këto i ndajmë me zyrtarët komunal, në fakt pajtohemi edhe me ta që ato kërkesa mandej mi dërgu në MAPL apo në institucionin përkatës që për shembull rrugët me undreqe dhe me pas banorët me pas të mira. Na në fillim kur kam ardhur këtu në prill vitit 2023, ne kemi pas 4 polec kosovar të përkatësisë etnike serbe, 4. Tash i kam 154. Nëse i marrim rom, mashkali, turq, diçka tillë, atëherë i bën që unë 40% i kam shqiptar. Të tjerë, 60% janë të tjerë. Kështu që është një situatë shumë e mirë, po pa marrë parasysh situata politike në fillim na ka pa diktu që dikon rreth 500 policë të komunitetit serb, kosovar, përkatësisë etnike serbe kanë dhënë ndërheqje. Tash i kam 154 që thash, po nesër mund mi pas 0. Po s'është hiç më rëndësie për punën, na kemi punën tonë, zbatojmë ligjin edhe vazhdojmë me punën tonë.